Sot dua të tregoj një lajm, sepse është një nga ato lajme që nuk kalon pa u vënë re, sepse vjen pikërisht nga Davosi dhe është vendi ku mblidhen njerëzit që zakonisht drejtojnë gjithë botën. Në mesin e këtyre njerëzve që drejtojnë sot botën, ishte edhe presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila nuk ishte thjesht për një vizitë apo fotografi formale, po për diçka konkrete dhe me peshë. Po shikoja disa foto që po bëjnë xhiron e botës, ku duket presidentja e cila ka nënshkruar krah për krah me presidentin amerikan Donald Trump. Presidenta në një postim të saj në Instagram e ka shkruar shumë qartë se kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë dhe më e sigurt. E kuptoni ju se çfarë do thotë ky mesazh apo se kuptoni më? Në emër të Republikës së Kosovës, presidentja ka nënshkruar kartën e bordit të paqes, ku Kosova ka nënshkruar si antare themeluese, e barabartë dhe me drejta të plota për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, siç e shikoni, Kosova nuk është thjesht pjesëmarrëse apo e ulur në fund të sallës, po presidentja ka qenë e ulur në krahun e majtë të presidentit më të fuqishëm të botës. Ajo që po më bën shumë krenar sot është fakti se Kosova po pozicionohet si një shtet që mendon për paqen në botë, dhe kjo nuk është një fjali e bukur për Instagram. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.